Sali je I pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më I madh edhe garantuesi më I madh I sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Po sot për sot, kontradikta e thellë të qenurit edhe denoncues, edhe garantues, nuk ta jep të drejtën të flasësh dhe I jep qytetarëve të drejtën të mos të besojnë. Zonja Albana Vokshi, fjala për procedurë. Faleminderit, kryetar. Unë nuk mendoj që ka seancë më të rëndësishme se sa kjo e sotmja ku diskutohet raporti për procesin e integrimit. Është ajo busulla që 90% e qytetarëve shqiptarë duan që të shkojnë sa më shpejt, sa më parë. Ndërkohë që ju keni bërë një mishmash me rendin e ditës, keni bashkuar një mocion me raportin, që unë nuk e di se çfarë lidhje ka, përveç faktit që çdo gjë në Shqipëri kontrollohet nga krimi, kontrollohet nga bandat, nga kartelet e drogës, kjo është e përbashkëta. Por diskutimi për raportin e integrimit duhet bërë më vete, sikurse dhe rezoluta duhet kishte diskutim më vete. Pra pse na I keni bashkuar mocionin me raportin vjetor të integrimit? Unë këto nuk e kuptoj. 5 orët sot duhet ishin vetëm për raportin vjetor. Ajo çështja më e rëndësishme. E para, e dyta, ku është negociatorja?